Dhe çfarë do të bëjë Donald Trump në këtë rast? Paralajmërimet nuk kanë munguar paralajmërimet as nga ana e Iranit, të cilët thotë që pa një marrëveshje konfrontimi ushtarak është pothuajse i pashmangshëm. Çfarë do të vendosë, çfarë do të zgjedhë Trump, i cili duket se ka nisur një luftë globale, tregtare dhe jo vetëm, edhe në retorik. Me Mentor Beqëm, pedagog, njohës shumë të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare, ndajmë sot një bisedë, mirë se vjen, kënaqësi që me ne. Nuk është era e parë që flasim për Trump, por si është këtë paralajmërim? Do të thënë, duke se jemi drejt disa bisedimeve të drejtë për drejta për një marrëveshje të mundshme bërthamore deri të shtunën. Nëse diçka e tillë nuk ndodh? Besoj të shtunën fillojnë negociatat e para. Pastaj në varësi edhe të vullnetit të palëve, çfarë do të demonstrohet edhe në takim, besoj që do kemi edhe vendimarrjet e mëpasshme. Natyrisht që ky është një lajm shumë pozitiv. Angazhimi i palëve me njëra tjetrën është një lajm pozitiv dhe ka tejkaluar madje edhe pritshmëritë pas refuzimit arbitrar që bëri Irani për t'u angazhuar në bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne ende nuk e dimë modalitetet e këtyre negociatave. Qarkullojnë zëra që mund të jenë negociata të drejtë për drejta ndërmjet palëve ose negociata në dhoma të ndara të ndërmjetësuara. Por do të jenë në nivel Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Ukrainën dhe Rusinë dhe Ukrainën. Pra, kur thuhet përfaqësim në nivel shumë të lartë, nuk presupozon vetë Trumpi, por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do jetë Witkoff, pra i dërguari special i Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lindjen e mesme, i cili është edhe hija lëvizëse diplomatike e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e presidentit Trump në të gjitha konfliktet ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen që të gjejnë zgjidhje. Dhe prania e vet Witkoff në fakt është një shenjë mirë, është një lajm i mirë sepse ka demonstruar që është një negociator i zhdërvjellët dhe i zotit dhe që ka niset nga premisa pozitive, pra niset nga premisat për të gjetur zgjidhje dhe jo për të bërë negociata thjesht për hir të negociatave. Çfarë do të ishte një marrëveshje bërthamore? Pra, e zëm se palët ulën, e zëm se Khamenei ra dakord i deri Supremi Irani që të ketë negociata. Çfarë do të thotë një takim për të arritur një marrëveshje bërthamore? Palët natyrisht që nisen nga pozita krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë le të themi të marrin maksimumin nga këto negociata dhe objektivi maksimal është një çmontimi i të gjithë kapaciteteve bërthamore të Iranit. Një, dhe s'dyti tërheqja e plotë e mbështetjes nga Irani e grupeve, pra këtyre grupeve proxy që i quajmë, ose organizatave të cilat shumica prej cilave janë konsideruar si organizata terroriste nga ana e Shtetit Bashkuara të Amerikës, tërheqja e mbështetjes nga Irani për këto organizata. Pra këto janë dy objektivat themelor të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që Irani nuk mund pajtohet me të dyja këto, sepse këto janë objektiva maksimalisht. Irani kërkon që të ruaj kapacitetin nuklear, të prodhim nuklear, natyrisht që ombrella është prodhim nuklear për çështje civile, pra energji civile, energji e cila përdoret për konsumin e brendshëm të Iranit, dhe e dyta të ruaj marrëdhënie politike, sepse Irani deri tani ka refuzuar që mbështet në pikpamje ushtarake këto grupet proxy që ndodhen në Yemen, në Liban, në Irak, deri dje edhe në Siri, pavarësisht se tani ka humbur terren në Siri. Dhe tani palët do të negociojnë dhe do të gjendet cila është ajo e ndërmjetme që është e pranueshme për të dyja palët, qoftë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin nga njëra anë dhe për Iranin nga ana tjetër. Po pse Trump vjen tani me këto kushte? Që të gjendet kjo mbetet për të parë. Teherani thotë që topi është në fushën e Amerikës. Natyrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kenë të vështirë për të bindur Iranin që të heqë dorë totalisht nga programi bërthamor. Çfarë do t'i ofrojnë në të kundërt? Sepse ideja ka qenë një çmontim si në rastin e Libis, pra çmontim total i kapaciteteve bërthamore. Dhe nëpërmjet Rusisë ne kemi dëgjuar që Irani nuk mund ta pranojë këtë, pra nuk e pranon këtë marrëveshje, sepse dhe Rusia vetë është angazhuar në programin bërthamor të Iranit.
Besoj që e ndërmjetmja do t'ishte arritja e një marrëveshje që do të përfshinte mekanizma transparent të monitorimit të programit bërthamor të Iranit, i cili do duhet të ishte plotësisht për motive civile, të përdorimit civil, dhe që nuk ka kapacitetet për të prodhuar uraniumin e nevojshëm, pasuruar uraniumin e nevojshëm që do të prodhonte armët bërthamore. Kjo do të bëjmë me mbikëqyrje amerikane pastaj? Kjo është për të negociuar dhe për të parë, sepse ne kemi pasur një marrëveshje me Iranin të ndërmjetësuar nga europianët, i cili u hodh poshtë edhe nga administrata Obama, që u hodh poshtë nga presidenti Trump në mandatin e tij të parë. Dhe që parashikonte që Agjencia Atomike Ndërkombëtare të monitoronte programin e Iranit. Natyrisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk e pranojnë këtë zgjidhje dhe kërkojnë zgjidhje të cilat janë më radikale. Por ku do të gjendet momenti ku do të ndalojnë palët, kjo mbetet për të parë nga negociatat. Dakord. Çfarë roli pati në këtë rast Netanyahu? Se, me thënë, kjo deklaratë erdhi fiks në ditën kur Netanyahu, pas gati një muaj, u rikthye në shtëpinë e bardhë në takimin e gjatë dhe shumësor me Donald Trump, praktikisht i pari që takon Trump pas vendosjes së tarifave, por për të dua të diskutojmë pak më vonë. Netanyahu thotë që me Trumpin diskutuan vizionin ton për Gazën, pra vizionin ton të përbashkët për Gazën, do të rikthejmë pengjet, ndërkohë që Trump tha se nuk mund vazhdojmë të shfrytëzohemi nga vendet e tjera. Do të thënë, a përkohë ishte koincidencë fakti që Netanyahu ishte në shtëpinë e bardhë kur Trump bëri këtë paralajmërim për Iranin, apo në pikpamje të deklaratave nuk kemi ndonjë zhvendosje të madhe edhe nga takimi i parë që kishte Netanyahu në shtëpinë e bardhë me president Trump. Ajo që është e re në këtë rast janë tarifat prej 17% mbi produktet izraelite që hyjnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe negociatat për gjetur një zgjidhje të mundshme për reduktimin e këtyre tarifave. Sa i përket Iranit dhe Gazës, pak a shumë president Trump i ka qëndruar të njëjtave deklarata që ka bërë edhe në takimin e parë me Netanyahu. Ka ushtruar presion mbi palët, mbi Iranin dhe Hamasin, por duke shprehur vullnetin për gjetur një zgjidhje diplomatike dhe jo një zgjidhje me luftë. Keni parasysh që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë çuar në San Diego, në bazën e tyre në San Garcia, në mos gaboj, në Oqeanin Indian, pothuajse gjysmën e flotës së bombarduesve B-2. Dhe kjo është jo vetëm për rastin e Huthive në Yemen, po është edhe një mesazh për Iranin. Dhe besoj që Yemeni po shërben edhe si një moment për të dërguar një mesazh për Iranin që Shtetet Bashkuara të Amerikës duan një zgjidhje dhe këtë zgjidhje duan një zgjidhje serioze. Pra, presidenti Trump po përpiqet që me të gjitha format, qoftë nëpërmjet narrativës së tij kërcënuese dhe keni parasysh që kemi 2 letra të dërguara nga presidenti Trump në Iran, po ashtu edhe me veprimet e tij po përpiqet që të bindë Iranin të ulet në negociata dhe të pranojë një zgjidhje të ndërmjetësuar, një zgjidhje diplomatike, pa pasur nevojë për të shkuar në veprime ushtarake, pasojat e cilave në fakt mbeten të paparashikuara. Po mund të shkojnë deri aty? Mund të rrezikojë Trumpi të shkojë deri aty? Mund të rrezikojë edhe Irani që të përballet me një agresion ushtarak? Pavarësisht mbështetjes që mund të ketë Rusi, Kore, Veriut? Të gjithë skenarët janë të hapur. Unë nuk besoj që Rusia do të ishte në mbështetje të Iranit, nëse do të kishim një përplasje të drejtë për drejtë ndërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Këtu çështja është ndërhyrja ushtarake toksore është tërësisht e përjashtuar, sepse Irani është një vend i madh dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të angazhoheshin në një ndërhyrje ushtarake toksore. Problemi është, kanë kapacitetet e nevojshme Shtetet Bashkuara të Amerikës për të shkatërruar të gjithë infrastrukturën nukleare të Iranit apo jo. Dhe këtu ka diskutime, dhe diskutimet janë të hapura, nëse i kanë kapacitetet apo jo. Pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës zotrojnë mekanizma që mund të krijojnë dëme, qoftë edhe në thellësi shumë të mëdha në Iran, aty ku mendohet se strehohen kapacitetet bërthamore të Iranit, nuk është e sigurt që nëse kjo mund të arrihet. Dhe nëse ky objektiv nuk arrihet, atëherë situata mund të përkeqësohet, sepse Irani
mund të vendosë për të prodhuar armë nukleare, bombën bërthamore. Dhe rajoni hyj pastaj në një situatë krejtësisht tjetër. Po ndërkohë Irani e ka bërë të ditur edhe përmes videove të publikuara në javët e fundit që nëse nis tani të publikojë çdo javë nga një raketë apo nga një bombë, kjo gjë mund të vazhdonte për 2 vite. Pra çdo javë të prezantojnë nga një armë të re, është një kërcënim i drejt për drejt. Dhe këtu flasim vetëm për nën tokën, pa dhënë shpjegime, detaje, koordinata gjeografike. Natyrisht që kjo është edhe një strategji e përdorur nga Irani për të deterruar, për të dekurajuar Shtetet Bashkuara të Amerikës që të ndërhyjnë ose Izraelin që të ndërhyjnë në pikpamje ushtarake. Ne nuk i dim kapacitetet reale të Iranit. Irani nuk ka kapacitetet të mbrojtjes ajrore për shembull. Me disa sulme nga ana e Izraelit, mbrojtja ajrore e Iranit është pothuajse azgjësuar. Kapacitetet e tjera reaguese të Iranit ne nuk i kemi të qarta sepse nuk ka transparencë nga ana e Iranit. Prandaj edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të kujdesshme, edhe Izraeli vetë ka qenë i kujdesshëm sepse pasojat e një ndërhyrje nuk janë të ditura. Dhe nga një objektiv për të mbërritur azgjësimin e potencialit të prodhimit të armëve nukleare, ne mund të shtyjmë Iranin drejt prodhimit të armëve nukleare. Tregon pra që nuk është një kafshat fort e lehtë, qoftë për Izraelin ashtu edhe për Amerikën. Po të ishte një zgjidhje e thjeshtë, nuk do kishte 20 vite s'paku që diskutojmë mbi aftësinë e Iranit për të prodhuar armët bërthamore. Dakor, meqense e kemi harruar në fakt prej javësh nuk flitet më. Diskutuam për të rikthyer deklaratës të Netanyahu, diskutuam vizionin që kemi për Gazën. U la pas dore, u la në harres, Dubai i ri në Gaza, apo ai projekt madhështor që kishte Trumpi para pak kohësh për të rilindur Gazën, për ta kthyer në parajs të lindjes së mesme. Çfarë ka ndodhur? Do të thënë, është një lloj dështimi nga ana e Trump apo ka të tjera çështje më prioritare se kjo, se duket se po lëviz shumë gur, por askund nuk po arrin një rezultat, edhe pse jemi në gati 3 muaj në krye të shtëpisë bardhë? Në fakt, vizioni vetëm në rastin e Gazës është se nuk ka një vizion. Dhe ne po e shohim që angazhimi i Izraelit është pa një dalje, pa një përfundim të përcaktuar. Pra, cila është alternativa në moment që mbaron lufta? Pra, në moment që nuk ka më të shtëna armësh, cila është alternativa për në Gaza? Dhe deri tani ne nuk kemi një plan të qartë. I vetmi plan i prezantuar deri tani është ai prezantuar nga Egjipti dhe i miratuar le të themi nga Liga Arabe. Ai është plani vetëm i prezantuar në mënyrë publike. Se cilat janë objektivat e palëve, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë të Izraelit, apo dhe palëve të tjera të përfshira, mbeten ende të paqarta. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë angazhuar me idenë që mund të gjeni një zgjidhje të thjeshtë, por që deri tani nuk kanë patur feedbackun e duhur. Strategjia president Trump, në fakt po ta shohim më ftohtë, edhe në rastin e luftës e konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, por edhe në këtë rast, në konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, ka qenë presioni ndaj palës së dobët, në mënyrë që të incentivizonte pastaj fuqit kryesore Izraelin dhe Rusin që të uleshin në tryezën e bisedimeve. Kjo nuk ka funksionuar deri tani, sepse nëse ushtron presion vetëm mbi doptin, atëherë palët e forta në konflikt, palët luftuese, do duan që të arrin objektiva maksimalist. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përshtypjen që kanë ngelur peng i këtyre objektivave maksimalist që kërkojnë të arrijnë qoftë Rusia apo Izraeli. Dhe besoj që do kemi një ndryshim gradual të strategjisë amerikane për të ushtruar presion edhe mbi palët që në fakt komandojnë konfliktin deri diku. Mos po bën Trump më shumë nga sa mund të mbaj, dhe këtu referohem tani edhe çështjes së tarifave që kanë futur tregjet globale në kolaps, në ankth, në kaos, kanë nisur të bëhen parashikime nga më të zymtat për ekonominë botërore deri edhe tek recensioni ekonomik i ngjashëm me atë të 2008-s. Ka patur një kërcënim të radhës tani edhe për Kinën, se duket sikur e nisi këtë luftë me Kinën, por përfshiu të gjithë botën. Do thotë që e gjithë bota është e dobët përballë Trump dhe Amerikës? Meqense jemi tek strategjia e të dobëtit?
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ekonomia më e madhe botërore, janë fuqia më e madhe politiko-ushtarake, nuk ka diskutim që zën një pozitë jashtëzakonisht të rëndësishme në sistemin ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë në sistemin ekonomik ndërkombëtar. Dhe ne po shohim që çdo vendimarrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një impakt jashtëzakonisht të gjerë mbi të gjithë rendin ekonomik botëror. Deri tani strategjia e president Trump duket që ka qenë krijimi i kaosit dhe përfitimi maksimal për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të sloganit Amerika e para, mbasi të kthjellohen ujërat. Dhe me anë të tarifave ne kemi parë që shumica e vendeve mbi të cilat janë vendosur tarifa ka treguar vullnet për të negociuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nuk kanë vendosur kundër tarifa. I vetmi rast janë që ka përjashtuar nga rregulli është Kina në fakt, e cila është kundërpërgjigjur në mënyrë reciproke me të njëjtat tarifa. Dhe problemi për strategjinë amerikane në këtë rast është se Kina është fuqia e dytë ekonomike më e madhe e botës. Dhe çdo vendimarrje nga ana e Kinës, pra nëse palët do të hyjnë në një luftë tarifash për shkak të një keqkuptimi që kanë me njëra tjetrën, atëherë ekonomia botërore është e sigurt që hyn në recesion dhe natyrisht që pasojat do t'i vuajnë edhe Kina edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisen nga ideja që ne jemi vendi që kemi deficitin më të madh. Vendet që kanë suficit me ne do të humbasin për shkak tarifave, nuk ka si të humbas vendi që ka deficit. Mirë po, për shkak të rritjes së çmimeve, natyrisht që edhe popullata e vendit që është në deficit do vuaj pasojat. Ndërkohë që pasojat do i vuajnë edhe vendet eksportuese. Natyrisht që vendosja tarifave të këtij niveli mbi Kinën dhe nëse president Trump do t'i qëndrojë edhe kërcënimin që ka bërë së fundmi, atëherë çmimi pothuajse do të dyfishohej çmimi i mallrave të eksportit kinez dhe natyrisht që do të krijonte një dekurajim të këtyre eksporteve. Por kjo do të dëmtonte pothuajse të gjithë ekonominë botërore, ashtu siç e kanë konstatuar ekspertët e ekonomisë ndërkombëtare. Dhe Europa thotë që do preferonim të kishim negociata me Trumpin, në të kundërt do të përgatisim kundërmasa. Në fakt është diskutuar për krijimin e një zone të tregtisë së lirë ndërmjet Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Europës dhe që do të përfshinte edhe Kanada natyrisht. Dhe kjo do të ishte ndoshta lëvizja më e mirë e mundshme dhe produkti më pozitiv i një lajmi negativ, i lajmit të tarifave. Nëse këto vende do të angazhoheshin në heqjen e tarifave, natyrisht që do të ishte pozitive për ekonominë euroatlantike, por do të ishte pozitive edhe për botën. Problemi është që nuk bëhet fjalë vetëm për tarifat monetare, pra për tarifat financiare, bëhet fjalë edhe për ato barriera që janë jo financiare. Dhe barrierat që janë jo financiare, pra barrierat administrative që kanë vendet ndaj produkteve që importohen në vendin e tyre, ato janë pak më të vështira për tu negociuar. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përmendur disa herë në fakt edhe TVA-n, pra VAT-n, TVA-n që kemi ne mbi produktet. Mirë po, shumica e vendeve tjera nuk e konsiderojnë TVA-n si barrierë. Pse? Sepse është një taks për vjeljen e të ardhurave për buxhetin e shtetit. Në këtë pikpamje është shumë e vështirë që palët të gjejnë një zgjidhje që i përbashkon të gjithë në një pikë të dakordsuar. Dakord. Dhe si përfundim, nuk ka lidhje me ato që ne diskutuam deri në këto momente, megjithatë për të bërë pak një lidhje se ne përmendëm konfliktet mes tyre dhe Rusi-Ukrainë dhe faktin që pavarësisht negociatave edhe në Doha nuk kemi ende një marrëveshje armbushimi mes Zelenskit edhe Putinit. Ka një lajm interesant, në fakt nuk e di se sa do të rezultojë vërtet se nga Shtëpia e Bardhë nuk ka patur një komunikim. Vučić është shprehur një ditë më parë që do takohet me presidentin amerikan në maj. Tani, ideja është që Vučić ka marrë një ftesë për ditën e fitores në Moskë, në 9 maj nga presidenti Putin. Një ftesë të tilla ka marrë, por ende nuk ka një konfirmim edhe Donald Trump nëse do të shkojë apo jo. Kur Vučić thotë që do takohem në maj me Trump, mund të krijojmë një ide që Trump udhëtimin e tij të parë si presidenti i Shteteve të Bashkuara në këtë mandat të dytë ta ketë pikërisht në Moskë? Presidenti Trump e ka bërë të qartë që destinacioni i parë do të jetë në linjën e mesme. Pra mund të jetë Arabia Saudite, Katari dhe ndonjë vend tjetër në linjën e mesme, mundësisht Izraeli. Por nuk besoj që është Moska dhe kam përshtypjen që jemi shumë herët për diskutuar një muaj larg.
jemi shumë herë për diskutuar për një mundësi takimi ndërmjet president Trump dhe presidentit Putin. Negociatat nuk kanë ecur me atë ritëm që ishte shpresuar nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ishte krejtësisht e pritshme që Rusia do nxirrte pengesa të njëpasnjëshme në negociata, sepse është vendi i cili po fiton për fat keq. Dhe vendi i cili po fiton nuk ka interes imediat për të ulur në bisedime. Dhe kjo zvarritje natyrisht që ka nxjerr jashtë parashikimeve edhe agjendën e parashikuar nga ana e amerikanëve për zhvillimin e këtyre diskutimeve. Mund të jetë një skenar totalisht surprizë edhe nga Putin edhe nga Trumpi. Ideja fillestare dhe është publikuar që në janar në fakt në një gazetë ukrainase, një projekt plan negociatash nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili nuk u përgënjeshtrua, u mohua nga ukrainasit, por nuk u përgënjeshtrua nga palët e tjera, dhe që parashikonte që brenda 20 prillit të kemi një armpushim përfundimtar. Dhe ne nuk shohim që jemi brenda këtyre afateve kohore. Pra, të mendojmë që brenda 20 prill do kemi një armpushim përfundimtar nga palët, duke që është e pamundur. Dhe nëse do të ishim brenda kësaj agjende, atëherë 9 maji mund të ishte dita e uljes në tryez të presidentit Trump dhe presidentit Putin. Kam përshtypjen që agjenda është shumë larg për të folur për një takim të mëshëm. Po në këtë një muaj një vizitë në lindjen e mesme apo varet gjithçka nga situata dhe nga luftimet në terren? Jo vetëm ajo, por varet edhe nga feedbacku që do ketë mbi tarifat, mënyrën se si do reagojë bota ndaj tarifave, si do reagojë ekonomia amerikane e cila nuk i ka pritur pozitivisht impaktin e tarifave kështu me radhë, dhe çfarë dakordësie paraprake do të ketë ekipi i president Trump me këto vende, me Arabinë Saudite dhe me Katarin, në mënyrë të veçantë me Katarin, sepse ka një presion shumë të madh publik në Shtetet Bashkuara të Amerikës për rolin e Katarit. Dakor. Zoti Beqa, faleminderit shumë për kohën edhe për analizën. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën.